Dëgjoje këtë histori, një rrugë tim jete, një shpirt që nuk u thye kur. Viti 63, në krye nisi kjo jetë, një vajzë e vogël me një dëshirë të vërtet. Gjuhë dhe letërsi, fjalë ti bëri armë, në Akademinë e Arteve ëndrat morën formë. Tirana e nxehtë, por bota ishte e ftohtë, ajo shkruante skenare që askush s'guxonte t'i thotë. Në vitin 88, në Sanremo shkroi histori, e mori atë çmim, ngriti lart një shqipëri. Në 90 antare në lidhjen e shkrimtarve, por rrugët e saj ishin larg skemave të parve. Shqipet for your music. Erdhi viti 94, shpërtheu ai delirium. Tronditi çdo tabuz që i botën nga gjumi me trum. Poezi, piktur, 2 albume me muzik, moza nuk njith kufi, moza nuk njith e frik. Udhëtimi i jetës me slotve dhe lavdis, nga rrugët e Krujës në majat e Artis. E thyen e gjykuan, por ajo sërish u ngrit në çdo plak të saj. Ajo gjeti pak drit, nuk u ndalte arti, uftoj në Zvicër e vjen. Doktoratur në psikoterapi, shpirti ti jep të vlet. Në Paris shëroi plak, kuptoi dhimbjen njerëzore, si nën e 2 vajzave mbeti vitimtare. Kur orës nga transkulture në televizion, deri në ditët e sotme, një jetë plot sturi, por as një herë kotme. Sot fet pas që rrugën që ka bër, me kokën lart ajo i mbijetoj të tërës. Nga lindja deri sot ku në ferma vip, çdo sfide sfidon dhe publiku shumë e don. Do e don Rnosh sa malet moza, kjo është moza.